Presidenti Vjosa Osmani ka pritur sot në takim homologun e saj nga Shqipëria, Bajram Begaj, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Osmani tha se me Begaj biseduan bashkëpunimin e pandalshëm dhe nevoja që Kosova dhe Shqipëria të jetë gjithmonë pranë njëra tjetrës. Në prag të festës së fundvitit, i përcolla urime më të përzemra, me dëshirë që viti që vjen të sjellë edhe më shumë afërsi dhe më shumë bashkëpunim dhe hapa të suksesshëm drejt Bashkimit Evropian për dy shtetet tona, ka shkruar Osmani në një postim në Facebook. Bashkimi Evropian ka bërë të ditur se ka mirëpritur dorëzimin pa problem të pushtetit në 4 komunat veriore, në një përgjigje për TVN. Nga BE thanë se janë të gatshëm të punojnë me autoritetet e Kosovës pasi ato të zgjidhen dhe do të vazhdojnë të mbështesin vendime në rrugën drejt bllokut. Ne mezi presim që Kosova të kthehet në rrugën e duhur, të reformave shumë të nevojshme në lidhur me BE-n, në dobi të popullit të saj dhe të përparojnë në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, thuhet në përgjigjen e tyre. Të pyetur për heqjen e masave, nga BE-u shpreh se komisioni ka ndërmarrë hapat e parë për të hequr ato gradualisht në maj të 2025-s, derisa shtuan se synimi i tyre është që ato të hiqen edhe më tej. Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka lëshuar një njoftim drejtuar kandidatëve për kryeministër dhe subjekteve politike, duke rikujtuar se organizimi i tubimeve zgjedhore në territorin gjerman nuk lejohet më pak se 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve në vendin e tyre. Me që zgjedhjet e parakohshme do të mbahen me 28 dhjetor. Kjo do të thotë se nuk mund të kenë tubime në Gjermani, një nga vendet ku është e përqendruar më së shumti diaspora kosovare. Së fundin kandidati për kryeministër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Avdigjiku, ka paralajmëruar tubim në Frankfurt të Gjermanisë me 13 dhjetor. Sot ishte parapartë të mbahet seanca e shurtimit fillestar ndaj ministres në detyrë të industrisë, ndërmarrjes dhe tregtisë, Rozeta Hajdari, si edhe 3 të tjerëve, Irfan Lipovicës, Nafiz Garës dhe Ridvan Muharemit, në lidhur me akuzën për keqpërdorim të rezervareve shtetërore. Në këtë seancë ka munguar e akuzuara kryesore, Rozeta Hajdari. Për shkak të mungesës së saj, seanca shtyhet me datën 13 janar në ora 9:30. Mirëpo në një postim në Facebook, Hajdari ka deklaruar se nuk ka marrë ftesë nga gjykata për seancën e sotme. Prokuroria speciale ka ngritur akuzë me 11 nëntor, ku Hajdari, Lipovica dhe Gara akuzohen për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar dhe zbardhje të fshehtësisë zyrtare, kurse Muharemi akuzohet për ndihmë në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitave apo autoritetit zyrtar. Një banesë në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë është përfshirë nga zjarri mëngjesin e sotëm. Zëdhënësi i policisë, Enis Plana, ka konfirmuar se si pasojë e zjarrit, një person ka kërkuar trajtim mjekësor. Plana gjithashtu shtoi se forcat e sigurisë janë ende në terren dhe po vazhdojnë punën për të zbardhur rrethanat e incidentit dhe për të parandaluar prohapjen e flakëve. Aktualisht policia dhe zjarrfikësit janë duke u marrë me rastin, sa Enis Plana, zëdhënësi i policisë për kryeqytet. Presidenti Ukrainës, Vladimir Zelenski, tha se është gati për zgjedhje dhe u ka bërë thirrje partnerëve amerikan dhe evropian të ndihmojnë në sigurimin e zgjedhjeve gjatë luftës. Ai u ka thënë gazetarëve nëse siguria garantohet, zgjedhjet mund të mbahen brenda 60 deri në 90 ditë të ardhshme, duke shtuar se do t'i kërkojë parlamentit të përgatisë legjislacionin e nevojshëm për të mundësuar zgjedhjet gjatë gjendjes së jashtëzakonshme. Mandati i Zelenskit ka përfunduar në shkurt të këtij viti, teksa parlamenti i Ukrainës, Verkova Rada, ka miratuar një rezolutë që zgjat mandatin e tij deri në heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme. Ukraina ka shpallur ligj ushtarak pas hyrjes së trupave rus në territorin e saj dhe në këtë gjendje një shtet nuk mund të zhvillojë zgjedhje.